Gati. Ule pak syrin, ule pak, ule, ashtu. Po jepet aty çunë ku vajte çunë vogël. S'ka për. Sot jemi këtu në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, me banorët e zonës Suçit, Kurdari, të bashkisë Klos, të cilët kanë probleme me ujin, duan të marrin ujin, në një vend ku ligjet i bëjnë si duan, e ku nuk ka ujë, nuk u çojnë ujë, po ku kanë ujë si këta shkojnë dhe u marrin ujin pa i pjetur. Vim në gjyq me ligjet që këta miratojnë dhe prap Agjencia Kombëtare Përkatëse që e ka detyrim të paraqitet sepse ka marrë vendimet mbi këtë çështje, nuk paraqitet në gjyq. Domethënë, ku mund ta gjejnë të drejtët banorët përveç se në gjykat, edhe me ligjet që këta miratojnë. Cila agjenci mungoi? Agjencia Kombëtare e Zhvillimit të Territorit, që është dhe organi kompetent që ka dhënë lejen përkatëse të shfrytëzimit të ujit dhe të ndërtimit të hidrocentralit në Fjalë, dhe banorët në hapësirat që ligji lejon janë drejtuar gjykatës për ta gjetur të drejtën e tyre. Dhe me këtë paditë, po dhe me paditë tjera që ne presim t'i bëjmë në ditën e vazhdim, sepse nuk do t'i ndajemi kësaj çështje, do të luftojmë maksimalisht për të arritur këtë të drejtë. Kjo u ka ngelur, s'ka gjë tjetër domethënë. Shkojnë dhe u marrin ujin te dera e shtëpisë pa i pjetur, nëse mund të më nxjerrësh kanë 500 firma. 500 firma. Krye familjar, një banor, në krye familjar. 500 krye familjar e dosja 5.000 banor. 500 krye familjar kanë firmosur kundër hidrocentralit, sepse askush nuk i ka pyetur. Imagjinoni 500 krye familjar në një fshat, në një zonë aty. Pra gjithë fshatri, gjithë krajina është kundër. Nuk i ka pyetur. Urdhroni, ja. Urdhroni. Banorët janë mbledhur të gjithë në zonë, ja ku i kemi, me firma, të gjithë kundër. Të gjithë kundër. Nuk i pyet njeri, me karta identiteti, me firma të bëra në shesh, jo kështu rrëzave në për lokale. Urdhroni, i gjithë komuniteti kundër, çdo familje e komunitetit kundër. Urdhroni, imagjinoni sa banor mund të ketë një fshat, të gjitha familjet kanë firmosur kundër hidrocentralit. Këta shkojnë marrin 2-3 njerëz i gënjejnë aty, u kanë marrë firma dhe ata janë kundër sepse nuk duan të merret ujë. Për këtë arsye ne kërkojmë nga publiku absolutisht i mbështetës banorëve të kësaj zone dhe të ndërgjegjësohet. Kjo që po ndodh me Kurdarin, ka ndodhur më para dhe vazhdoi të ndodhë nëse njerëzit nuk bashkohen. Do ndodhe me paket me maleve që do shkojnë aty e do të marrin malet, sepse njerëzit e marrin vesh në momentin kur vjen skrepat aty, kur vete eskavatori, fadromat. Kështu ka ndodhur dhe me këta. Asnjë njoftim, kur një ditë bukur në fshat shkojnë fadromat, apo s'është kështu? Ja ku i kemi. U ka njoftuar njeri? Jo. Kur e morët vesh? Gjyqata administrative është bërë shpesh, po themi, qendër sikur banorët e Vallonës, sikur banorët e Zallgjoçajt, pra betejë gjyqësore e banorëve kundër heceve, kurse ose është zvarrit nëpër gjyqje ose nuk kanë marrë shpesh edhe një vendim që është në krah tyre. Bazuar edhe në eksperiencën tuaj si avokat dhe donacionin që keni marrë deri më tani, si e shihni që do shkojë kjo gjë? Si më them një vlerësim juridik gjos. Unë në fushën e fjalë nuk është era e parë se kanë përfaqësuar banorët e Mirditës për lumin fan. Dhe aty ne gjyqjet i kemi fituar, po problemi është që nuk janë ekzekutuar. Pra nga ana tjetër, ky shtet është i aty që as vendimet e gjykatave nuk i ekziston. Nuk i ekzekuton. Po ç'a mund të bëjnë tjetër këta përveç gjyqeve? Se dakord, ky është realiteti. Ç'a mund të bëjnë? Ja këta diën, ç'a të bëjnë? Po i shtym në vetë gjyqësi. Se dhe shoqëria, domethënë shoqëria arri dhe dëshmon se si këtu bëhet pa drejtësi, se si njerëzit shpërngulen nga shtëpitë e tyre, ç'a mund të bëjnë këta? Nuk bëjnë vetë gjyqësi këta. Se vinë gjykat, edhe kur i fitojnë gjyqet nuk ekzekutojnë, tani ç'a të bëjnë njerëzit? Kjo është pyetja. Dhe ju me të drejtë pyesni, po në një republikë normale do duhet që njerëzit të pyeteshin kur shkohet ndërtohet, hajde mbyllni ju banorë, ç'a mendoni, ta ndërtojmë apo jo? Po jo, nuk duam ta ndërtojmë. Po pse s'doni? Po kjo arsye. Po jo, po këtu ka shumë ujë, pra bëhet një diskutim. As një konsultim publik, marrin 3-4 veta i fusin në për mejhane aty në cep, u ofrojnë vende pune lart e poshtë edhe fshati thahet për ujë. Dhe pastaj pse ikin rinia? Pse shpërngulen njerëzit? Ky është realiteti.
Ja ku i ketë 500 familje, 500 familje. Të vi media ta vërtetoj, ka me emër, mbiemër, numër telefoni që të gjithë. Urdhon. 500 familje të një fshati, të gjithë kundër. Nuk i pyet njeri. Vinë në gjykat, nuk vjen institucioni këtu. Nuk vjen institucioni, tani ku ta gjin të drejtën aty këta. Se nëse shkojnë fadromat atje dhe nesër këta i dëmtojnë, pastaj do fillojnë do thonë ja këta huliganët, ja këta ashtu, ja ku ta gjin të drejtën këta. Ku ta gjin, ja ku i kemi. Moshe madhe kanë ardhur nga Klosi këtu. Adriatik, seanca e radhës është me 16, po ne nuk është se kemi një sigurim pa dije për momentin. Pra praktikisht Ne kemi kërkuar. e kemi kërkuar, kërkesa është gjë tjetër, pra në terren nesër firma mund të shkojë dhe të vazhdoj punimet apo të përplaset me njerëz që Po shkojnë ligjërisht mund të shkojmë, po tani do e lini ju apo jo? Ky është realiteti. Okej. Faleminderit. Me pronën tonë duan Ja të bëjnë aty planet taksiratës. Keni bashkë me Lapajn për të përfaqësuar dhe ju ligjërisht në seancën që keni marrë dhe prokurorin nga banorë. Mund ta flasësh diçka rreth padis nga çfarë keni vlerësuar deri më tash, çfarë ka ndalë? U cek pak edhe nga zoti Lapaj dhe nga avokati. Çështja është këtu që është detyrim i Këshillit Bashkiak që të organizojë dhe të realizojë konsultime publike, prandaj ne e përdorëm. Pra nuk është vetëm nga pikpamja jon apo dëshira jon që themi të na pyesin institucionet. Faktikisht është e parashikuar në ligjin përveç qeverisjen vendore që organet duhet të konsultohen me publikun dhe konsultimet që janë bërë nga firma janë konsultime të gabuara, të pa bazuara në ligj, por që gjithsesi nuk e superojnë konsultimin që duhet të bënte Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak e ka shkelur ligjin duke mos e realizuar konsultimin përkatës që ligji ja kërkon për të marrë vendime të kësaj natyre kur jep në përdorim apo në pronësi prona publike, siç janë fondi pyjor apo gjithë çështja e përrojtë të gjysmës. Kryetarja e bashkisë para banorëve 3 muaj më parë deklaroi se do t'i mbështeste banorët kur të vinte dita e gjyqit. Sot bashkia është në krah të banorëve, është palë me ju apo është kundër jush? Sot në seanca gjyqësore sigurisht palët nuk kanë konfirmuar, pra ne nuk e dim qëndrimin e bashkisë. Është sigurisht logjikisht bashkia mund të jetë në mbështetje të akteve që kanë nxjerrë, megjithatë do duhet të presim seancat e tjera për të parë nëse bashkia ka reflektuar në këto. Pra kur thua në mbrojtje të akteve, po thua që bashkia është kundër banorëve? Pra nëse i qëndrojmë atyre akteve, Aktet janë kundër banorëve. sepse atje deklaroi që unë e kam anulluar në takim me këta banorë, në atë sallën e madhe në Klos, ka deklaruar që unë e kam anulluar atë vendim. Ne do të duhet të presim seancat e ardhshme gjyqësore për të parë se si do të shprehen përfaqësuesit e Bashkisë Klos. Pra sot nuk është se Sot nuk kemi një inform. Dorina, një pyetje të fundit. Ju jeni më gjë nga ajo zonë. Pra, Unë kam praktikisht lindur në njësinë administrative Suç, që është njësia që e përfshin fshatin Kurdari, kështu që emocionalisht, shpirtërisht, kombëtarisht në të gjitha pikpamjet jam pjesë e kësaj kauze me gjithë vendosmërinë tonë për ta mbështetur jo vetëm si e angazhuar me Shqipëria bëhet, si e angazhuar në politikë, por absolutisht si një çështje kombëtare. Dorina, edhe një vlerësim tonë. Për faktin sa Kurdaja po themi që zona e vetme qartërisht ka bërë një barierë hesë, në varësi janë 3 në total planifikuar në atë zonë. Pra për 3 thujse de fakt në terren nuk është se kanë dalë të bëjmë punime dhe pse ky projekt është vijimësi e gati 6 viteve ose 7 viteve projekt. Si e shef edhe një vlerësim tonë një lloj qëndrueshmërie të zonës kaq gjatë për t'i bërë një barierë ndërtimit të kresës. Zona e Kurdarisë është hambari rrethit të matit dhe këta banorë faktikisht janë 700 familje që ka firmosur një peticion të mëparshëm. Kur them familje, nuk janë persona, por janë familje të përbëra me 4, 5 apo 6 antarë. Numri i banorëve të kësaj zone është shumë i madh dhe kjo zonë është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillim jo vetëm për ujë të pishëm, por për vaditje, për bujqësinë, për blegtorinë. Është jeta e këtyre banorëve. U hoqë ujin, ata zëre se i ke vrarë. Dhe absolutisht jam jashtëzakonisht e kënaqur që qëndrueshmëria e tyre është shumë e madhe dhe jam e bindur që do vazhdoj deri në fund. Okej. Faleminderit. Sa banor ti marrin? Fal. Kush do vini nga banorët që na folin pak?